Horoskopi ditor, e hënë 9 qershor 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 9 qershor 2025. Dashi, prisni një ditë të mbushur me përparime të mundshme dhe vendime kritike. Kozmosi ju inkurajon të përqendroheni në objektivat tuaja dhe të miratoni një qasje strategjike për arritjen e tyre. Një depërtim i papritur mund t'ju shtyjë të bëni një ndryshim të rëndësishëm në punë ose në jetën personale. Planeti juaj sundues, Marsi, pozicionohet në mënyrë të favorshme, duke sjellë një shpërthim energjie dhe vendosmërie. Përdoreni atë me mençuri. Marrëdhëniet mund të jenë më intensive se zakonisht. Komunikoni qartë për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar shpenzimet tuaja dhe për të përmirësuar çdo shpenzim të panevojshëm. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete fizike për të kanalizuar energjinë tuaj dinamike pozitivisht. Ndërsa dita mund të paraqesë sfida, aftësia juaj për të përshtatur dhe kapërcyer do t'ju shërbejë mirë. Përqafoni ndryshimet, Dashi, dhe qëndroni të hapur ndaj mundësive të reja. Shfrytëzoni guximin dhe inovacionin tuaj, pasi ato do t'ju udhëheqin drejt suksesit. Mos harroni të balanconi vendosmërinë me durimin për një ditë optimale. Horoskopi ditor i Demit, 9 qershor 2025. Demi, në këtë ditë, fokusi juaj do të anojë natyrshëm drejt stabilitetit financiar dhe rehatisë materiale. Venusi, planeti juaj sundues, sugjeron të rishqyrtoni kursimet dhe investimet tuaja për të siguruar një të ardhme të begatë. Një bisedë e papritur mund të çojë në një mundësi premtuese. Jini të gatshëm të përqafoni ndryshimet, veçanërisht ato që përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Në marrëdhëniet personale, është thelbësore të ruani komunikim të hapur. Zgjidhini keqkomunikimet me empati dhe durim. Mund të vini re një përmirësim në shëndet nëse i përmbaheni zakoneve ushqyese dhe aktivitetit të rregullt. Ndjekjet krijuese ose hobi do t'ju ofrojnë relaksim dhe gëzim shumë të nevojshëm. Ndikimi i hënës sot mund të rrisë emocionet, por mos lejoni që ato t'ju turbullojnë gjykimin. Besoni në praktikën dhe natyrën tuaj të bazuar për të lundruar në për çdo turbullire emocionale. Mos harroni, Demi, qëndrueshmëria juaj është forca juaj. Aftësia juaj për të përshtatur do t'ju ndihmojë të arrini rezultate të frytshme nga përpjekjet tuaja sot. Horoskopi ditor i Binjakëve, 9 qershor 2025. Binjakët, yjet janë rreshtuar në favorin tuaj duke sjellë një ditë të mbushur me mundësi për rritje dhe ndriçim. Merkuri, planeti juaj sundues, përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për negociata dhe ndërveprime shoqërore. Përqafoni mundësitë e rrjedhëzimit, pasi ato mund të çojnë në sipërmarrje të reja emocionuese. Kurioziteti juaj intelektual do të rritet, duke ju nxitur të kërkoni njohuri të reja ose të mësoni një aftësi të re. Në marrëdhënie shprehuni hapur. Sharmi dhe zgjuarësia juaj do të priten mirë. Megjithatë, keni kujdes që të mos i shpërndani energjitë tuaja në shumë detyra. Përqendrohuni në prioritizimin e përgjegjësive tuaja për efikasitet maksimal. Një moment meditimi ose praktikimi i vetëdijes mund t'ju ndihmojë të përqendroheni në mes të aktivitetit të rrëmbyeshëm. Fitimet financiare mund të jenë në horizont nëse investoni me mençuri dhe merrni rreziqe të llogaritura. Qëndroni të vetëdijshëm për detajet, shpesh në nuanca të vogla mund të gjenden njohuritë dhe sukseset më të mëdha sot. Horoskopi ditor i Gafores, 9 qershor 2025. Gaforia, ju fton të zhyteni thellë në peizazhin tuaj emocional. Rreshtimet planetare të sotme nxjerrin në pa cilësitë tuaja ushqyese, të cilat mund të sjellin harmoni në jetën tuaj personale. Megjithatë, mos harroni të jepni përparësi kujdesit për veten midis kujdesit për të tjerët. Aspekti i hënës sugjeron një tërheqje në një vend rehatie për t'u rimbushur. Profesionalisht, është një kohë ideale për të hartuar strategji dhe për të planifikuar. Kushtojini vëmendje intuitës suaj pasi mund t'ju çojë në mundësi të papritura, por të dobishme. Jini të kujdesshëm në marrëdhëniet financiare. Tani nuk është koha për blerje ose marrëveshje impulsive. Sa i përket marrëdhënieve, shprehni qartë ndjenjat tuaja për të ndërtuar lidhje më të forta. Kaloni kohë cilësore me të dashurit për të nxitur mirëkuptimin dhe lumturinë. Shëndeti do të përfitojë nga ushqimi i ekuilibruar dhe aktivitetet fizike të moderuara si yoga ose një shëtitje në natyrë. Lëreni empatinë tuaj natyrore t'ju udhëheq përmes sfidave, duke besuar se këmbëngulja dhe forca juaj e butë do t'ju udhëheqin dhe do të arrini përmbushje emocionale. Horoskopi ditor i Luanit, 9 qershor 2025. Luani, ndërsa zhvillohet dita e re, ka të ngjarë të jeni në qendër të vëmendjes. Energjia e zjarrt e diellit ushqen vetbesimin tuaj.
duke ju inkurajuar të ndërmerrni hapa të guximshëm si në sferën personale ashtu edhe në atë profesionale. Shfaqni talente dhe aftësitë tuaja udhëheqëse, por mos harroni të dëgjoni të tjerët për të nxitur suksesin bashkëpunues. Një projekt krijues mund të marrë një kthes për mirë me idetë tuaja inovative. Në frontin shoqëror, karizma juaj është magnetike, duke tërhequr lidhje pozitive. Sidoqoftë, sigurohuni që energjia juaj e gjallë të mos i errsojë ata përreth jush. Çështjet financiare mund të kërkojnë vëmendje. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave para se të merrni vendime të mëdha. Në marrëdhënie, jini të hapur për kompromis dhe mirëkuptim për të ruajtur harmoninë. Nga ana shëndetësore, arritja një ekuilibri midis punës dhe argëtimit është thelbësore. Angazhimi në aktivitete fizike ose përpjekje artistike mund të ofrojë një mundësi për energjinë tuaj të gjallë. Mos harroni, luani, ngrohtësia dhe entuziazmi juaj janë dhuratat tuaja. Ndajini ato lirish për të ndriçuar rrugën si për veten tuaj ashtu edhe për të tjerët. Horoskopi ditori Virgjëreshës, 9 qershor 2025. Virgjëresha, aftësitë tuaja analitike do të jenë në kulmin e tyre, duke ju nxitur të vendosni rregull në kaos. Në punë, detyrat e orientuara drejt detajeve do të përfitojnë nga qasja juaj e kujdesshme, duke quar potencialisht në njohje nga kolegët ose e prorët. Është një ditë për të përmirësuar rutinat tuaja dhe për të eliminuar jo efikasitetet. Ndikimi i Mërkurit sugjeron që komunikimi brenda ekipeve do të çojë në rezultate konstruktive. Mos harroni, ndërsa shqyrtimi është forca juaj. Praktikoni durimin dhe mirëkuptimin në marrëdhëniet personale për të shmangur të dukeni tepër kritike. Financiarisht, është e kujdesshme të rivlerësoni buxhetet dhe planet e ardhshme. Konsideroni hapa të vegjël dhe praktik drejt qëllimeve afatgjata. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në mirëqenie mendore. Vëmendja ose yoga mund të ofrojnë qartësi dhe relaksim. Kini kujdes nga mendimet e tepërta. Është thelbësore të balanconi logjikën me emocionet sot. Përqafoni fleksibilitetin, pasi kjo do të hap dyert për mundësi të papritura. Besoni në aftësitë tuaja Virgjëresha dhe mos harroni. Progresi qoftë në rritje të vogla apo në hapa gjigant, është prapse prap progres. Horoskopi ditori Peshores, 9 qershor 2025. Peshorja sjell një fokus në ekuilibrin dhe harmoninë në të gjitha aspektet e jetës. Venusi, planeti juaj sundues, thekson dashurinë dhe bukurinë, duke ju inkurajuar të angazhoheni në aktivitete që sjellin gëzim dhe paqe. Kërkoni projekte krijuese ose kaloni kohë duke zbukuruar mjedisin tuaj për të rritur pozitivitetin. Profesionalisht, përpjekjet bashkëpunuese favorizohen. Sigurohuni që të dëgjohen të gjitha zërat për rezultatin më të mirë. Financiarisht, mbani një pikpamje të ekuilibruar, shmangni rreziqet e mëdha dhe merrni në konsiderat rrugë të qëndrueshme drejt rritjes. Në marrëdhënie, kjo është një ditë për të rilidhur dhe forcuar lidhjet me të dashurit përmes dialogëve të hapur dhe përvojave të përbashkëta. Aftësitë tuaja diplomatike do të ndihmojnë në zgjidhjen e çdo tensioni pa probleme. Mbani një sy në shëndetin duke praktikuar moderim në dietë dhe ushtrime. Merrni kohë për reflektim personal, pasi kjo do të ushqejë shpirtin tuaj dhe do t'ju udhëheqë përpara. Sot, përqafoni sharmin tuaj natyror dhe ndjenjen e drejtësisë dhe lejojini këto t'ju udhëheqin për të krijuar paqe brenda dhe përreth jush. Horoskopi ditori i Akrepit, 9 qershor 2025. Akrepi, kozmosi inkurajon vetanalizën dhe transformimin. Dita e sotme është plot me mundësi për rritje personale, pasi energjitë favorizojnë njohuri të thella emocionale dhe rigjenerim. Ndikimi i Marsit dhe Plutonit mund të rrisë vendosmërinë tuaj, duke ju shtyrë të ndiqni qëllimet me intensitet. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja. Aftësia juaj për të parë përmes shpërqendrimeve sipërfaqësore në thelbin e çështjes do t'ju shërbejë mirë, duke zbuluar potencialisht mundësi të fshehura. Marrëdhëniet mund të jenë intensive. Përdorni karizmën dhe empatinë tuaj të fuqishme për të lundruar pa probleme në ndërveprime. Shmangni lejimin e emocioneve të rriten në sipërfaqe. Gjeni rrugdalje konstruktive për çdo tension. Financiarisht, tregoni kujdes. Planifikimi strategjik inkurajohet në vend të vendimeve impulsive. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitete fizike që ju rigjallërojnë. Meditimi ose praktikat soditëse të vetmuara do të rrisin qartësinë dhe paqen. Mos harroni, Akrep, transformimi është pika juaj e fortë. Lejoni forcën dhe qëndrueshmërinë tuaj të brendshme t'ju udhëheqin përmes pengesave dhe drejt suksesit që kërkoni sot. Horoskopi ditori Shigjetarit, 9 qershor 2025.
Shigjetari, energjia e eksplorimit dhe të mësuarit do të përshkojë ditën tuaj. Sot, ndikimi i gjerë Jupiterit ju frymëzon të kërkoni horizonte të reja, intelektualisht, shpirtërisht apo edhe gjeografikisht. Përqafoni mundësitë për rritje dhe përvoja të reja me entuziazëm. Profesionalisht, merrni në konsiderat zgjerimin e rjetit tuaj. Pasi lidhjet e reja mund të çojnë në suksese të papritura. Në jetën personale, shpirti juaj i hapur dhe i ngrohtë do të tërheqë të tjerët. Megjithatë, keni kujdes me angazhimet, duke u siguruar që të përqendroheni në cilësi mbi sasinë në marrëdhënie. Financiarisht, është një kohë e favorshme për të eksploruar mundësi të reja investimi. Por bëni kërkimet tuaja tërësisht. Nga ana shëndetësore, ushqeni anën tuaj aventureske me aktivitete në natyrë që fuqizojnë trupin dhe shpirtin. Mbani një ekuilibër midis përgjegjësive tuaja dhe kërkimit tuaj për liri. Praktika themelore si yoga mund të ankorojnë energjinë tuaj të gjerë. Shigjetari, besoni mençurisë dhe pikpamjes suaj optimiste. Ato do t'ju çojnë drejt përmbushjes dhe përvojave shumë të nevojshme që pasurojnë jetën tuaj në mënyra të papritura. Horoskopi ditor i Britsjapit, 9 qershor 2025. Britsjap, vëmendja juaj tërhiqet drejt strukturimit dhe arritjes së qëllimeve afatgjata. Ndikimi i Saturnit sot frymëzon disiplinë dhe planifikim strategjik, duke rritur aftësinë tuaj natyrore për të ndërtuar dhe mbështetur. Profesionalisht, është koha të përqendroheni në trajektoren tuaj të karrierës. Vlerësoni se ku jeni dhe cilat hapa janë të nevojshëm për përparim. Progresi i qëndrueshëm në vend të rezultateve të shpejta do të jap rezultatin më të mirë. Financiarisht, rishqyrtoni qasjen tuaj ndaj investimeve. Një strategji konservatore do t'ju shërbejë mirë në planin afatgjat. Sa i përket marrëdhënieve, do të zbuloni se komunikimi i qartë dhe durimi mund të forcojnë lidhjet. Jini të vetëdijshëm për nevojat e të dashurve ndërsa vendosni kufijtë tuaj. Praktikimi i vetëdijes në detyrat e përditshme mund të zvogëlojë stresin. Sa i përket shëndetit, është thelbësore të balanconi punën me relaksimin për të shmangur lodhjen. Britsjap, qëndrueshmëria dhe largpamësia juaj janë dritat tuaja udhërfyese sot. Ndërsa lundroni në kompleksitete, mbështetuni në natyrën tuaj të strukturuar për t'ju udhëhequr drejt stabilitetit dhe suksesit që kërkoni. Horoskopi ditor i Ujorit, 9 qershor 2025. Ujori, dita e re ju fton ta shihni botën përmes një lente inovacioni dhe origjinaliteti. Urani, planeti juaj sundues, inkurajon thyerjen e kufive dhe përqafimin e të pazakontave. Profesionalisht, kjo energji mbështet ndjekjen e ideve të reja. Nëse ka një projekt që e keni rishqyrtuar, kjo mund të jetë koha e përsosur për t'i dhënë krah. Shoqërisht, perspektiva juaj unike do të tërheqë interes dhe admirim. Nisja e dialogëve mbi tema progresive mund të çojë në shkëmbime stimuluese. Në jetën personale, ushqeni marrëdhënie duke qenë të hapur dhe ekspresiv, duke u përqendruar veçanërisht në mirëkuptimin e ndërsjellë. Financiarisht, rimendoni metoda tradicionale. Qasjet inovative ndaj kursimit dhe investimeve mund të sjellin përfitime të papritura. Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë intelektin dhe kreativitetin tuaj. Nga ana shëndetësore, balanconi ndjekjet mendore me përpjekjet fizike për të ruajtur mirëqenien holistike. Ujori, forca juaj qëndron në mendimin tuaj vizionar dhe përshtatshmërinë. Përqafoni ndryshimi me guxim dhe besoni në busullën tuaj të brendshme për t'ju udhëhequr drejt territoreve të reja dhe emocionuese. Horoskopi ditor i Peshqve, 9 qershor 2025. Peshqit, kërkojnë një ditë vetanalize dhe ekuilibri emocional. Ndikimi i Neptunit nxjerr në pa natyrën tuaj intuitive, duke ofruar njohuri në sferat personale ose profesionale. Është një kohë e përkryer për t'u angazhuar në aktivitete krijuese ose praktika shpirtërore që ushqejnë shpirtin tuaj. Profesionalisht, lejoni që intuita juaj të udhëheqë vendimet. Kjo mund të çojë në rezultate të papritura, por të frytshme. Në marrëdhënie, empatia dhe mirëkuptimi janë thelbësore. Dëgjoni më shumë se sa flisni për të thelluar lidhje. Financiarisht, merrni një moment për të rishikuar qëllimet tuaja dhe se si ato përputhen me vlerat tuaja, duke u siguruar që nuk po shpenzoni shumë për dëshirat e përkohshme. Jepini përparësi kujdesit për veten. Meditimi ose yoga e butë mund t'ju ndihmojnë të ruani paqen e brendshme. Lejoni vetes luksin e ndërimit, por sigurohuni që aspiratat tuaja të jenë të bazuara në realitet. Peshqit, cenueshmëria dhe imagjinata juaj janë pikat tuaja të forta. Përqafojini ato, sepse ato do t'ju çojnë në krijimin e një rrugë jetësore më të përmbushur dhe më të pasur në mënyrë krijuese. Balanconi si ëndrat ashtu edhe përgjegjësitë tuaja në mënyrë efektive sot.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.